18 tetor. Gëzimi I Jezusit në martesë. Ju burra, duajini gratë tuaja, sikurse edhe Krishti deshi kishën dhe dha veten e tij për të, që ta shinjtëroi, pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës, që ta paraqesë atë përpara vetes së tij si një kishë të lavdishme. Efesianëve 5:25-27. Arsyeja pse ka kaq shumë mjerim në martesë nuk është fakti që burrat dhe gratë kërkojnë kënaqësinë e tyre, por fakti që nuk e kërkojnë atë në kënaqësinë e partnerit të tyre. Mandati biblik për burrat dhe gratë është të kërkosh gëzimin tënd në gëzimin e partnerit tënd. Zor se ka ndonjë pasazh më tepër hedonist në Bibël se sa ai që flet për martesën tek Efesianëve 5:25-30. Burrat duhet I duan gratë e tyre, ashtu si Krishti e deshi kishën. Si e deshi Krishti kishën? Vargu 25 thot se ai e dha veten e tij për të. Pse? Vargu 26 thot që ta shenjtëroi dhe ta pastroi atë. Përse donte ta bënte ai këtë? Vargu 27 përgjigjet që ta paraqesë atë përpara vetes së tij si një kishë të lavdishme. Ja ku është. Për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin. Hebrejve 12:2. Cilin gëzim? Gëzimin e martesës me nusen e tij, kishën. Gëzimin e paraqitjes së kishës para vetes së tij, veshur me një lavdi të plerë me gjak. Jezusi nuk synon të ketë një grua të pisët dhe jo të shenjtë. Prandaj ai ishte I gatshëm që të vdiste për ta shenjtëruar dhe për ta pastruar të fejuarën e tij, që të kishte mundësi ta paraqiste atë para vetes si një bashkëshorte të lavdishme. Ai e përmbushi dëshirën e zemrës së tij, duke e dhënë veten e tij të vuaj për të mirën e nuses së tij. Pastaj pali e zbaton këtë gjë te burrat në vargjet 28-30. Kështu burrat duhet I duan gratë e tyre si trupat e tyre. Kushdo gruan e vet, do vetveten, sepse askush nuk e urren kurrë mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me ngrohtësi për të, sikurse Zoti bën me kishën, sepse ne jemi gjymtyr të trupit të tij, prej mishit të tij dhe prej kockave të tij. Jezusi u kishte thënë burrave dhe grave dhe gjithë të tjerëve, duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Mateo 22:39. Martesa është një vend I jashtëzakonshëm për ta zbatuar këtë urdhërim. Nuk është thjesht siç e do veten, por ti realisht po tregon dashuri për veten. Kur e do personin me të cilin Perëndia të ka bërë një mish, ti je duke dashur veten. Kjo do të thotë se gëzimi yt më I madh gjendet në kërkimin e gëzimit më të madh të bashkëshortes tënde.